إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله dashur pasi që kena fol një tre pika se cilat bajnë me dasht kemi fillu me liber dhe në tatë dhe kemi kazu disa pika të cilat bajnë me dasht Allah subhanahu wa ta'ala e ndërpretëm ata duke spjegua për gjanat të cilat I bajnë dobi njeriut pas vdekjes me një dërsa dërsi I kalum ishte të tallurit me fejn o të në rezultati asajna se të nëzirë nga feja se rada kemi me dos flasim roli I grus muslimana në shoqëri nëse kur ndalet njerëzit edhe musliman kanë për qëllim kur ndalen edhe shiqojnë historinë e muslimanëve do të thonë pas ardhes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pas britjes këtij dini tek njerëzit prej Allahut subhanahu wa taala pasi që pejgamberi sa e komunikoi tek njerëzit me besnikëri shohim një ndryshim tek njerëzit shohim se çish muslimanët kanë ardhur dhe kanë sundu shohim se çish muslimanët kanë sakrifiku shohim se çish kanë jetu muslimanët çfarë fuqie kanë pas këtë këto I shohim edhe shohim se nuk ka pas popull që janë kanë muslimanë e pas që kanë kaluar gjenerata apo shejkoj e ndalmi tash e shiqohemi gjendjen e muslimanëve habitemi shkëm shkaqet që muslimanët tash po jetojnë kështu çka është halli I muslimanëve që sot kanë rënë këtë ditë pse muslimanët sot mi marr kush qohet përpara ative me dhejat gjakin ative pse muslimanët mos mushit fjala ative këtë folet pse shumica këtyre muslimanëve po bën dobi pse këtë kjo pse humbi khalifatin mesin e muslimanëve çka është halli I këtë kësajna nëse khalifati me thonë politikisht është I ka rënë vitin 1924 me ardhen e Ataturkit alayhi lanatullah ndërsa me shiqua me fejnë dashta ka rënë më herët kanë jetuar muslimanët khalifat sikur figura tek muslimanët. E këtë kjo pyetja kryesore është çka kanë pas ato muslimanët çka kemi na që po ndodhet kështu me ne. Prej shumë cilësive që kanë pas muslimanët në atë kohë e që na si kemi janë shumë, a u them. Mirë po, një prej ative krejt që kanë pas muslimanët asaj kohë edhe kanë sundua, kanë pas edukatorin musliman, edhe edukatorin muslimane. Ndërsa sot prej krejt aty cilësive që ka muslimanëve ju mungojnë e që do të mi pasën, është edhe një pik që ka është edukatori musliman edhe edukatorja muslimane. Ju mungon. Gjeneratat e para do të me ndalë dhe me shiqua vllazni dashur se nuk kanë mësua edukatën në foshnjora, as në përshkolla, as në fakultete. Mirë po, e këtë kjo si ka ban që ato me sundua, u thonë që mos me sundua. Këtë ata nuk I ka bën ato këtë kjo nuk I ka bën ato që jo të mund shumë apo me luftua me Persien asaj kohe apo me Bizantin asaj kohe. Nga se në mesin atyve ka qenë edukatorja muslimana, nana muslimana, e cila ka jetu jetë islame, edhe fëmijëve të vet ja ka mësuar me jetu islamin, ashtu që thot Allahu subhanahu wa taala, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa kjo mungon mesin ton nanat e tona muslimana sjetojnë atë jetë islame edhe nuk jam mësojnë bive të vet edhe bijave të veta islamin çish dohet edhe çish ka thënë Allahu çish ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkak se janë janë bën shumë armistë të cilët e sulmojnë islamin ashtu që ato nanat tona muslimane mendojnë se jeta në islam është prapambeturi apo është diçka shumë e rëndë edhe mendoj se kënaqësia është jashtë kësajna. Për ata ka thonë një poet I Egjiptit
dhahaba al-asru alladhi shahibna. Ka shkuar koha në të cilën jemi plak, ka për qëllim kohën islame të cilën kemi jetuar dhe jemi plak. Wa ata al-asru ash-shabab al-mulhidin, ardh koha e të rive ateista apo komunista të cilët e sulmojnë islamin. Ajiruna anna abadna rabbana, na kanë lënë neve si të met, na kanë këshilluar se njerëzit met, se njerëzit prapambetur për shkak se na e kemi bën ibadat Zotin ton. Wa hafidhna ahdahu fil hafidhin, edhe pse na e kena rujt premtimin që kemi dhënë Allahu subhanahu wa taala. Wa adduna lana ruj'iyya, na kanë llogarit neve të prapambetur, ja'aluha sabbatan lil mu'minin, e kanë bën këta fjalë për mishajt besimtar. Lil musallina idha ma sajadu, edhe për ato të cilët falin namazin edhe kur bin sejdë i kanë shajtën, min hadithi su'i mari saimin, ato fjalë të këqija që ja thëshin atij që bëjnë namaz, njëjtë ja thëshin edhe atij që ka xherajshin. Nusikha al-akhlaqu fi shar'atihim, është pezullua, nuk ekziston akhlaqi në dinin e ative, në ligjin e ative, annaha min turuhat al-jamidin, apo shkrujtën librat në ligjin e ative se akhlaqi morali islam është prej gjanave qyja të ative njerëzat ngordë, dhe më thamë prej muslimanve. In në kul dinun jakulu fitneton, këtë thojnë atë din, në thojnë një të thonë fitna. Hajaha fi Misra ba'dul mufsidin, e kanë luftua këtë din disa njerëzit, këtë thotë Misra në Egypt, mi pro kjasëvish për në Egypt përket, disa njerëzit prisht. Fesad el amru fahal min muslihin, thotë është prish puna, ka dikush ka përmisan, aslihuhu, ja shabab el muslimin, përmirësoni ajo vllaznit musliman. E kjo ka ndikuar të vllaznit të nanat e tona muslimana, çka ju vjen aran me jetua jetë islama. Për ata kemi pas shef se rradha, pasi që shfol mjaft për burrat, ndëgjojnë mjaft burrat në xhamia. Këtë rast ndoshta ju vjen ndonjënas ndor me të dëgju këtë fjalë. Dëgjoni për se çka ndodhi me Hamzan radhiyallahu an, migja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam luftën e Uhudit. E mor gruaja e Abu Sufjanit pasi që e mbyti Wahshiu, ajo ka pas Hind bint Utba, Hindi e ka pasimin gruaja e Abu Sufjanit. Pasi që detit vdekur, e që në luftën e Bedrit ja kishte mit Hamza familjen e sajna, nga se ishin mushrik edhe lufteshin kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mor thikën edhe e çajti për vdekjen pasi që ishte vdekur Hamzan radhiyallahu an. Ja nxirri mulçian, ja prej hundën, ja kputi vesht, pastaj ardh Abu Sufjani burri i sajna, filloi me qa me shtizën që ka kishte gojen e Hamzës ndërsa ishte i vdekur. Pasi që ardh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas luftës edhe gjeti Hamzan radhiyallahu an në këtë mënyrë, këtë masakrim që e kishin bërë mushrikët. I tha gjallit Zubairit, dhe më thonë Abdullah ibn Zubairit, shiqoje nënën tana mos lejo të aferohet edhe të shef. Nga se nana e Zubair ibn Awamit e kishte vlla Hamzan, thotë mos e lejo që ta shiqon. Mi pa ja kishte pa halën si që kishte ndodh, u afru edhe gjeti vllaun në vetë vdekur, shiqon e sabrin e asajna edhe islamin e asajna. E po vdek, e largoj djalin e vetë i cili dheke ta pengoj, u afru bani dua për atë, kërkoj falje prej Allah subhanahu wa taala për atë vllaun e vet, edhe tha djalit vet, thuj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka diçka që na kënaq përveç asaj që ka për hir të Allah subhanahu wa taala. Edhe thuj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se do të duroj, edhe do ta kërkoj këtë problem tek Allah subhanahu wa taala, nga se Allah jam ka vdek besimtar, musliman luftë, shahid. Pastaj shitoni Abdullah ibn Zubairin, i cili një kohë ishte emir i muslimanëve, nër khilafetin atij ishte Iraki, Hijazi, do të thonë Saudia, sotshme Jemeni 8 vjet. Pastaj e mor Abdul Malik ibn Marwan, kështu që shkoj këtë ja marr pushtetin ngadal, derisa i met atina, do të thonë luftë midis muslimanëve pa të ndodhur, i met atina vetëm se Mekka ishte në Mekka në Kabe. Ja qoj Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, ja qoj Abdul Malik ibn Marwani, i cili ishte parahmet shumë, zullumqar në historinë islame njihet.
filloi me gjujt me mexhanik, i thonë disa druna të cilë janë gjujt përpara me gurë, e ka sulmu çavën. Ai ka qenë aty mrena të luftu. U thua Abdullah ibn Zubairi, edhe po shkon te nana e vet. Nana e vet ishte Asma çika Abu Bakrit, motra e Aishës radiyallahu anhuma. Tha ja umma, o nana ime, khadhalani an-nas hatta ahli wa waladi. Kan po shrua thot njerëzit derisa familja ime e fëmijët e mi. ولم يبقى معي إلا اليسير. سكاميت ممو إن نايمة برواس ديسا نيرس. ومن لا دفع له أكثر من صبر ساعة من النهار. تتسلت سموين مدرو لوف تستاش باتم سنيكوت شكور بريديتس دا تضد بين دورا أرميكوت. وقد أعطاني القوم عرضت من الدنيا فما رأيك. قصة حجاجي كشتشو سلام عبد الله بن زبير سناع بس نستي درزوش kena më të liu ti më bëhe udhëhec, kena më të dhanën prej dunjas, çka dushti? E ka marrë me të vetë ti janë çka tham, çka tha nëna vet 90 vjeçare, çorr. فقالت الله الله يا بني الله الله يا بني الله الزات الزات أدياليام إن كنت تعلم أنك على الحق تدعو إليه نسادن أدياليام ساتية تطير نفرتيتا فامضي عليه الفاجداء المصندال نطاط مصدرزة ولا تمكن من رقبتك غلمان بني أمية فيلعب بك مثلا يا شاتيب بشاف بيت فيسد بني أمية فإن كنت تريد الدنيا فبئس العبد أنت أنا سيئتك كادن دنيان تينيري وميكتش أهلكت نفسك ومن معك أكش قطروفيتا هذا تشكان متية وإن قلت إني كنت على حق أنا ستوى سؤن يمكن دفرتيتا فلما وهن أصحابي ضعفت نيتي ميبو مسيتشم شوكت مكان لرقوة مجدبسوة نيتين شكا كيشاونا تنوكيت ينكشيلات نانس مسلمانا أسمع بنت أبي بكر ديال ذات فيضا فليس هذا فعل الأحرار نكشكا بونا عطيفة سلذيان كلير ولا من فيه خير أسشت فيال آتي نتتسلن كخير نطاتني نيري تسلي كخير نكتت كت فيال për shkak se janë largu shokët e mi mu ka zhdopsue në jetën të cilën e kam pas me qëllimin tëm. Kam khuluduka fi dunya, sa kemi jetuar në këtë dunja? Al-qahtlu ahsanu ma yaqa bika ya ibn Zubair. Mbytja më të miti o biri Zubairit, nëna vet po i ta djalit vet, është më mirë për ti. Wallahi la darbatun bi sayfi fi izzin ahabbu ilayya. Pasha Allahun, mos më shumë me shpat në krenari. Është më dashur për mua se sa më mshu mua me kam gjek ndërsa i poshtrum me ul kokën para një zullumçarit. فقال يا أماه فإن نعيمة أخاف إن قتلني أهل الشام نسميت بنورة شامت مو أن يمثلوا بي ويصلبوني كان من مسكروا بستي كان من كرزوا قالت يا بني فأبيريان إن شاة لا يضرها السرخ بعد الدب وهذا اليوم فديلا nuk e dëmton e rrapnja masi që ta presin edhe nëse rrepin mo nuk e dëmton ata që ka e gjon delën hec me shiqim dhe me dituri edhe kërkon dim prej Allahut subhanahu wa ta'ala pastaj ja puthi kryet ballin djalit vet ke djali ja puthi ballin nanës wa qala laha edhe tha asaj hadha wallahi ra'yi kjo është ai mendimi jam çka ti po e thua edhe kjo është ajo për të cilën jam qua edhe në të cilën thras tek Allahu subhanahu wa taala pasha Allahun nuk ka qua që dal kundër krijetarit asaj koha përveç se hidhrimi për hir të Allahut subhanahu wa taala për shkak se po shkelen urdhrat e Allahut subhanahu wa taala mi po kisha dëshirë që ta shoh mendimin tan o në naima e të më shton mua fuqi edhe dhe shoh stot fuqia ime edhe shiqimi jam të shoh gjona pak më qartë pasha Allahun asnjëherë që ku më afrua haramet qëllimisht. As kam punua gjo punë të cilën më kam dalu Allahu subhanahu wa taala. A asnjëherë që kam qenë udhëhes si kam bërë dikujt zullum. A asnjëherë se kam thije premtimin. Nuk e kam thije emanetin. Asnjëherë s'm ka ardhur diçka prej punëtorëve të mi që kanë bërë padrejti e që unë jam kënaqur me ata. Gjithmonë e kam kundërshtuar këta. E kam mohuar atë që është bërë padrejt. Edhe s'ka qenë dishka me e dashur të konë se kësa me më rrinë kënaqësinë Allahu subhanahu wa taala. O Zoti jam,
Nuk po e tham unë këta për me kënaq, me pastru veten time. Mi po këta po e tham që ta forcoj nënën time edhe t'ja largoj asaj na mërzijat. Thanën e ti, pasha Allahun, unë mendoj se do të duroj për këta çka do të ndodh me tije. Nëse ti ka vdes para mua, kërkoj tek Allahu subhanahu wa taala shpërblimin. E nëse ti fiton, unë kënaqem me ata çka do të ndodh me tije. Atëherë hec, i tha djalit vet, edhe të shohim se çka do të ndodh me ty. Pastaj tha nëna vet, Allahumma arham tula dhalika al-qiyam bil-layli tawil. Azat, mëshirojat atana që ke djalin që kur ishte rrike natën kambaj ke ibadet. Wa dhalika an-nahib wa dhama' fi hawajir Makkah wal Madina. Edhe atë kajt me të në bajke për frikës Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe atë qësi të cilën e ka bona gjërim, dhe më thënë ka gjërua, e s'ka pi uj, ka qenë në bëzëtsin e Mekkës të Medinës, më shëraja zot. Edhe për atë cilën që ka pas në dajnanës vetë, dhe më thënë dajmeje, ka thënë në vetë, o zot, më shëraja. O zot, unë e dërzova punën e këtina, qindin e këti të këti, o zot. Unë jam knaqër me ata që ka ti do të gjykojsh, o zot. Përqëndro mua, bënëm të forcojo mua, apo shpërblej mua, shpërblimin e ative të cilat falemderojnë tija. Tha e djali, ja umma, la të da'i dua e li, o i nëna ime, mëse le doan, mas mua nëse vdes. Para vdekjes, as pas vdekjes. Tha, nëna vet, len e da'u, nuk do t'ala. Fa men kutila ala batilin, faqad kutilta ala haq. E kush vdes duke mërhuat të kotën, a i ka vdek në dëvërtetën. Pasaj ja mor dorën në nëzvet edhe puthi, të kalet hadha wada'un fala tabud. Kjo është prondarja nëna ime. Tha unë ka marrë nëna ime, çka po e shoh unë, kjo është dita e fundit në cilën do të jetoj, edhe ka marrën që të dalna prej tije, prej kësaj dunjaje. Tha imdhi ala basiratak, tha hec edhe shko. Wadni minni hatta uwaddi'uk, afrajo që të përshëndetna. Fadana minha fa'anaqathu, u afrua edhe përqafoj. Wa qabbalathu edhe puthi. Fawaqat yaduha ala ad-dir'. E kanë pas një llojteshë mbi, e kanë qitë për mitrop e thirrën dir'. Dhe me thonë mundët let njeri mu shplu prej asajna. Edhe shmlu me ata, a djali, edhe ka marrë me qaf, edhe ka pas se djali vet ka nëmlu me dir', ka nëmlu me asiteshe e cila letësh mu shplu avrejti prej asajna. Fa qalet, thanën a vet, ma hadha sani men yuridu ma turid. Kjo nuk është veshja në këtë rast që i të dalë të në luft, veshja e atyve të cilët e dojnë ata shka e të dashte. Do të thotë, nuk është veshja atyve të cilët e dojnë shahadën me ra shahid, këtë veshja, për shkak se ato veshën mirë që mos të shplot avreti edhe pas vdekjes. Fa qala ma labistu illa li ashudda matnak. Unë nuk e kam vesh ka vetëm që më don tija, mos të mendosh që jam të vdek, apo jam të shkon luftë dhe do të vdes. Fa qalet innaha la tashuddu matni. Kjo thot nuk më jep mua ngushëllim, kjo nuk më forcon mua. Fa naza'aha e ka hekat teshën e djali vet, thumma daraja limmatahu, pastaj i lidhi i ngrejti flokët e veta të cilët i kishte gjata, wa shadda qamisahu wa jabbatahu, e veshja atë kamisin e vet që kishte edhe xhubban, wa kharaja wa huwa edhe dol në luftë. I tha shoqadat ihmilu ala barakatillah, vazhdoni luftën me bekimin e Allahut subhanahu wa taala. Do njëri për ju le të zihet me dikan, edhe mos e pyetni veten e juve për mua, për shkak se unë jam rreshtin e parë. Edhe kështu filloi lufta, derisa gjujti njëri me prej menaxhik që kanë pas menxhanik, edhe rrokin fytyrat, edhe filloi gjaki atij, edhe filluan me kap disa ejthe, u largu me një vend. E pa një prej shërbetorëve të veta, një grua ka pas, ka thënë va Amir al-Mu'minin, mirë që pas ka gjetë Amir al-Mu'minin, kur e ka gjetë në atë mënyrë. U afruan armisht edhe mbytën. Mbytën edhe ngrejtën nalt e vjerrën, ja kaputën krijet. Pastaj transmeton Ibn Hazmi bi sanadi an Safiyet ibn Shaybah, pan transmetimin prej Safiyes, qalet dakhal Ibn Umar masjid. Pasi që e kishin mbyt, ardh Abdullah ibn Umair në xhami, فأبصر ابن الزبير مطروحا قبل أن يسلب. أجيت تشترين الجميع وقتن برسمة فير. فقيل له هذه أسماء، إذا كانت أسماء كانت نانا اكتينا عبد الله بن الزبير. فمال إليها وعزاه وفروتك يا أذيذان قسلم.
وقال إن هذه الجثة ليست بشيء. فأينانا Zubairit, Abdullah ibn Zubairit, këto trupat nuk janë kurrë. Vdesin, jetojnë edhe vdesin. Wa inna al-arwah 'inda Allah 'azza wa jall, ndërsa shpirtat janë tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Faqala hu Asma, fa Asma, wa ma yamna'uni, çka është ajo që ndodh me djalin tim? Edhe me djalin tim ndodh. Wa qad uhdiya ra'su Yahya ila baghiy min baghaya bin bani Israil. Edhe kryet e Yahjas, se thuhet kryet e Yahjas pejgamberit, i është kputën edhe i është dhënë hedije një zullumçarit prej zullumçarëve të Bani Israilit në atë kohë, Bani Israilëve. Ka thënë kur i është kput kryet e Yahjas, çka është, nuk është interesant, kputet edhe kryet e djalit tim. Ndërsa thot Urwa, kam hija on edhe vllavi jam para se të mytet, domethënë Urwa djali Asmas aki, tek nana jon disa ditë para se të mytet, ndërsa ajo ishte smut. I tha Abdullahi, i cili ky çka fletëm që është mbyt, si pa gjan vetën e nana ime, tha jam i smut. Tha inna fil mauti la afia, tha në vdekje ka shërim. Munir hajgare me nanën për thot. Tha ka la'allaka tashtahi mauti fala taf'al. Dosta tha nana vetë jetu pas shef që të vdesona, wa dhahikat edhe keshi. Wa qalet wallahi ma ashtahi an amut. Ka thon wallahi unë s'du me vdek, ka thon nana vetë. Hatta ta'ti ala had at-tarfayk. Për ka ditë gjendën e djalit vet. Ka thon deri sa të ndodh me ty njëna për ty. Imma an tuqtala fa ahtasib, ose do të mbytesh edhe unë të jam gjallë, shoh se si do të mbytesh, edhe do të kërkosh problem tek Allah subhanahu wa taala, wa imma an tadfara fa taqarra aini, ose të jam gjallë e të shoh se ke fitua edhe ke realizuar ata që të dashën, edhe të jam e kënaqur me ata. Ke kujdes thot, nëse të afrojnë ndonjë konsultim me ata, nëse të afrojnë ti nuk e pëlqen ata, mirë po e pëlqen vetëm për shkak se ju frikësh vdekjes, thot kia kujdes për kësajna, mos e prano, edhe nëse të rrezikohet vdekja. Ky është rreth Asma bintu Abi Bakr, me shiqua sabrin e asajna, edhe këshillat e fundit që ka dhënë këtë djalit vet, ndërsa ishte në luftë fi sabilillah. Do të më dëgjua me shiqua edhe për Al-Khansa, një grua e cila i kishin ndek disa djem vëllazni në kohën e xahiljetit, e për të cilët ishte mërzit shumë. Pastaj kishte pranuar Islamin. I kishte 4 djem, i qojnë luftën e Kadisijës. Këshilla asajna të cilën ja kishte pa djem vetë ishte, ja banija innakum aslamtum ta'iin, o djem të me ju e keni pranuar Islamin me qef. Wa hajartum mukhtarin, edhe hijrat e keni dalë prej Mekkës në Medinë me qef. Wallahi alladhi la ilaha illa hu, pasha thënë të cilën nuk ka të adhuruar përveç atij. Ju një bitë e një burrit edhe të një gruas, domethënë një vllazën. Wa'lamu anna dar al-akhirati khayrun min dar al-thaniya. Dina se dita jeta ahiretit, e cila është e përgjithmonshme, është më e mirë se e kësaj botën të cilën jetoni. Do të thotë, shkoni, luftoni edhe vdesni atje për sa kësaj ahireti është më i mirë për ju se sa dunjaja. Pasi që filloi lufta, luftuan djemt e vet, u mbetën një pas njësh. Që të 4 djemt ju mbetën luftën e Kadisijës. E kur i ardh lajmi kësajna, çka tha? Tha alhamdulillahi alladhi sharrafani bi qatlihim. Falënderimi takon Allahut i cili më ka respektu mua, më ka ngrit mua me mbytjen e djemve të mi. Warju min Allah an yajma'ni bihim fi mustaqarr rahma. Edhe shpresoj tek Allah subhanahu wa taala se kam bashku mua në me rahmetin e tij në ditën e gjykimit. Shikoni Juwayriyah ibn Asma an ammi anna ikhwatan thalatha shahidu yawma tusta. Juwayriyah, kjo gruaja, djemt e sajna kishin marrë pjesë me një luftën tusta, e cila është thirrë kjo luftë, edhe të tret kishin vdek në atë luftë, kishin ra shahida. Ka dalë në aty në një ditë në pazar për disa punë vetat, e ka taku një njeri i cili kishte marrë pjesë në atë luftë. Edhe ka njohur thot personin, e pyeti për djemt e vet. Pasi që ti ke prezantuar në atë luftë, tha, a kanë radhë shahida? Qysha ai personi tha kanë radhë shahida, të 3 djemt e to, pasi që kam qenë prezent në atë luftë. Thanë në vetë, muqbilina am mudbirin? Kanë radhë të ballafaqu me armikun apo ja kanë kthi shpinën e janë mitu ikën? Kale muqbilin, tha jo, ballafaqu me luftën para armikut e kanë vdek, nuk ja kanë kthi shpinën në luftës. Qalet alhamdulillahi nalul fawz. Falënderimi Allahut i takon i cili ja mundsoi ative me mrin këtë sukses. Wa hatu dhimar,
edhe luftuan për mbrojtjen e asaj çka do të mbrojt Islamin me veten e tyre. Edhe këto raste nuk janë pak, po janë shumë tek muslimanët. Për shkak ka thënë një poet: "Khalafti jaylan min al-abthar siratuhum", kelanën ajnan muslimana pas vetes gjenerata të tjeta atyve të dawa bejnë al-war'i wa rauhan wa rajhana, ka shpërnda jeta atyve në mesin e njerëzve liri edhe një erë të mirë. Kanat futuhuhumu birran wa marhamatan, ato hapjet e shteteve të cilët i kanë bën atko ishin punë të mira, punë e mirë edhe mëshirë. Kanat siyasatuhum adlan wa ihsana, politika atyve ishte e drejtë edhe sinqeritet. Lem ya'rifuna ad-din awradan wa misbahatan, nuk e njefshin ato dinin vetëm se dhikr edhe tasbih, bel ushbi'u ad-din mihraban wa midana, ata kishin kuptu fejen mihrab, mi mësu njerëzve fejen edhe front me luftua. Mi po gjithë këta e kanë kuptua prej kujna, siç po thot poeti, prej nanës tyra, ka se kishin marrë një edukat prej nanave veta. Edhe zgju për Zubair ibn al-Awwam, një kalors i cili ka luftua, sahabi, shoki pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mjafton fjala për ata të cilën ka thënë Omeri radhiyallahu an, sa njimi burra. Abdullah ibn Zubair ka thënë Zubair ibn al-Awwami sa njimi burra. Kur i çoi Abdullah ibn al-Asit Omeri radhiyallahu ushtri për me luftue me sliru Egjiptin në atë kohë, ja çoi 4000 veta. Tha, ti kam thua 4000 veta në letër. Në çdo 1000 veta e kam thënë ka një njeri i cili llogaritet sa 1000 ushtar. Për ati është Zubair ibn al-Awwam. Ku ti llogarit 1000 veta, ti 1 2 3 4 5 1000 veta, pastaj vjen Zubair ibn al-Awwam llogaritet 1000 i vetëm. Wa al-Miqdad ibn Amr edhe ki llogaritet sa 1000 ushtar. Wa Ubad ibn Samit, edhe Ubad ibn Samit sa 1000 ushtar. Wa Musallam ibn Khalid sa 1000 ushtar. 4 veta ja ka thua 4000 ushtar plus edhe 4 veta të cilat i ka llogarit Abu Omer ibn al-Khattabi 4000 veta. Do të thotë ja ka llogarit ushtrin suka 8000 ja thua. Ndoshta nuk ka kanë sa 1000, ndoshta ka llogarit sa një ummet. Për shkak se gjatë rrugës në të cilën e kishin ndërprer rrugën prej vendeve ato pallateve që e kishin kafirat e që mbrojshin atë, hypi Zubair ibn al-Awwami edhe u hini mrejna kafira edhe luftoj sa mundi edhe ja hapi dyrt muslimanëve edhe hynën atë edhe murrën musliman atë pallatin që e kishin. Edukatën e kishte marrën prej nanës tij Safia bintu Abdul Muttalib, ammetu Nabi sallallahu alaihi wasallam, prej Safijës çikës Abdul Muttalibit, do të thotë halës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, motrës Hamzës radiyallahu anhu. Abdullahi wal Mundhir wa Urwa edhe bitë Zubairit ishin frytet nanës vet Esmas çikës Abu Bakrit. Çdo jetë atina ku ta shiqesh të flet për këta që ka flasin për tjerë. Pashto Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an e ka marrë tërbijen, ndërsa të keni ndëgju mjaft për Ali radhiyallahu an. E kishte marrë tërbijen prej nanës tij Fatima bintu Asad, edhe prej Khatijës bintu Khuwailidit, gruas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pashto Abdullah ibn Ja'far ka marrë edukatën prej Asma bintu Umejsit, po ashtu Abdullah ibn Zaid al-Mazini, i cili ka tregu për abdesin se që ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka mit Musailama kadhabin me shpatën e tij, të cilën e tregon al-Dhahabiu. Po ashtu Hubayb ibn Zaidin, edhe vllau i tij, të cilët i kishte marrën al-Musallam al-Kadhab, Musallam al-Kadhabi, asiko edhe kishte coptuar copa. Të dytë ishin frytat nanës Mujahida, e cila ishte Ummara, Nasiba bintu Ka'b al-Ansariya radiyallahu anha. Ishte vllau i tij Abdullah ibn Ka'b al-Mazini, vllau i tij është Abdullah ibn Ka'b al-Mazini, prej njerëzve të cilët kishin marrë pjesë në Badr. Vllau i saj ishte Akhua Abdurrahman
Abdurrahman min al-Bakkain, i cili ka prej frikës Allah subhanahu shumë. Ka dëshmu kjo nan Ummu Amara Nasibe bintu Ka'b, do të thotë, ka dëshmua, ka marr pjesë Lejlatul Aqaba kur është dhënë besatimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka marr pjesë në luftën e Uhudit, edhe të Hudaybiyës, edhe të Huneinit, edhe të Yamamas, wa jahadat wa fa'alat afa'il, ka luftu edhe ka bë punë sa bojnë burrat. Po ashtu Omar ibn Abdul Aziz ishte prej nanës muslimana. Asim bintu Asim ishte nana Asimit, do të thajmë se përmend bintu Asim ishte prej bijave apo prej familjes Omerit radhiyallahu an. Kur ishte një herë Omeri radhiyallahu an të kalu rrugës, e pa një vajzë muslimane edukatore muslimana, e cila një grua shitke qomsh, të thënë tamël, edhe bashkë me ata një vajzë re. Edhe ajo filloi me përzi me ujë tamlin që ka shitke, i thanë që ka vetë në nëzet, mos e përzi tamlin me ujë, me shit ashtu. E ndëgjoj Omeri radhiyallahu an pazar, tha kush është këta, çka e ki këta? Tha e kam çik temën. Ordnoi Omeri radhiyallahu anhu Asimin me martuat vajzë për shkak që ndëgjoj këtë fjalë të mirë prej asajna. Pra që sa grua ka lind pastaj bas 2-3 nipa do të ka ardh Omer ibn Abdul Aziz e ka mbush këtë dunja me drejtsinë në atë kohë, i cili në kohën e atij s'ka pas fukarallok të musliman, i cili kur plenka natën apo kur ju dëshke punë natën me ba, i kishte dy qira. Një qiri e kishte të vetin, e një qiri e kishte të shtetit. Kur punoj ke punë të shtetit, e shfrytëzoj ke qirin e shtetit. E kur punoj ke punë të veta, punoj ke me qirin e vet, thoj ke se kjo është pasuri e popullit, ndërsa kjo nëse shfrytëzoj qirin e shtetit për punë të mia, ju bëhet zullum muslimanëve. Ishte një pi Omerit radhiyallahu an, ndërsa Omeri radhiyallahu an kur kishin shku me lajmërua se është lirua Siria, se kohë Damaski, Shami, se muslimanët e lirun në kohën e drekës, ka shku do të thotë mas namazit drekës, e kanë thirr nuk ka dalë Omeri me një herë, edhe ai ka menduar se ashtu flet mas namazit drekës, edhe ka shku në xhami. Ka dalë Omeri radhiyallahu anhu, nis ka shku te xhamia, ka thënë pse spritet, çka të shejti mos me prik. Ka thënë mendova si të flet, e s'dashta me ta qit gjumin. Ka thënë Omeri radhiyallahu anhu, emirul mu'minin, edhe hasi muslimanat ai se koha. Ka thënë nëse flej ditën i humbi muslimanët të cilët janë përgjegjës për ata. E nëse flej natën e humbi veten. Po ashtu Abdurrahman an-Nasir, i cili ka sundua në Spanjë 50 vjet e 6 muaj. Edukatën e kishte marrën prej nanës vet. Kur i kishte 21 ditë, ju kishte mit baba. Do të thotë shërrit vetëm nga nana e tij. Edhe nëna vet ishte edukatore e tij, edhe arriti në fund me mbajt pushtetin asaj kohe halifi muslimanëve, i cili ka punu për musliman, edhe është bën vend mësimi në atë kohë Spanja ka qenë në shkak nana e tij. Sufjan al-Thawri, wa ma adraka ma Sufjan al-Thawri, dini çka është Sufjan al-Thawri, faqih, njëri i ditur, alim i muslimanëve në fiqh edhe në hadith. Ashtë për njerëzve të njohur prej 6 mëdhëve, mëdhëbi i tij njihet. Thot dikush prej ulemave, e Thawri sayyidul muslimin, Thawri është zotëria i muslimanëve. Wa qala al-Auza'i, edhe ki prej ulemave ka thënë, wa lam yabqa min tajtama alayhi al-umma birida illa Sufyan. S'ka me dikush prej ulemave të cilën janë kënaqur ummeti pejgamberit sallallahu përveç Sufjanit. Asaj kohe alim. Edhe nuk është bë alim, edhe nuk është bë përveç se frit edhe nga edukata e nanës muslimane asaj kohe. Emri i saj nuk dihet, mi po ka transmetime për jetën, flet diçka për nanën e tij. Transmeton Abdullahi djali Ahmed ibn Hanbelit me zinxhir nga Waqi'u thot, qalet Sufjan Sufjan. Ja ka thënë nana e Sufjanit Thawrit, këshill, ja bunay, utlub al-ilm. O djali jam, kërkoja diturin. Wa ana akfika bi maghzali, ndërsa unë do të mundona me punu diçka edhe me t'i dhanë ti me punu me ata çka fitoj domethën. Fa kanat rahimahullah ta'mal, ka qenë rahmetullahi alaiha, ka qenë e cila ka punua edhe atë para e ka harxua me shkollu djalin e vet. E njëherë prej ditëve
prej këtë këshilla që ja bëj këtë djalit vet, një ditë i tha, të cilën transmeton Imam Ahmedi, ja bunej, o djali jam, idha katabta 10 ahruf, nëse i ke shkruajt 10 shkronja, fanzur, shiqa, hal tara fi nafsika ziyada fi khashyatik, shiqon veten tona, prej çative 10 shkronja që i ke shkruajt, ashtu diçka prej frikës ndaj Allahut subhanahu wa taala, atu ka shtu frikën ndaj Allahut subhanahu wa taala. Wa hilmik wa waqarik, shiqa, atu ka shtu ti dituria edhe atu ka shtu ti modestia. Fa in lam tara dhalik, nëse nuk e ngjejnë veten tona pasi ti shkruajsh ata, nuk e gjejnë ta, fa'lam anna tadurruk, dije se kjo lloj detyrie ka më të bodam tije, wala tanfa'uk, nuk të bën dobi. Po ashtu Abu Amr al-Auza'i, për dietarëve, ulemave, thot Abu Ishaq al-Farrazi, s'kam pasur kur dy njerëz që ishin Auza'i edhe Thawri. Ama al-Auza'i ka thënë se njeri i përgjithshëm, wa Thawri kanë rajulun khas, ishte njeri i përveçshëm, thon ولو خيرت لهذه الأمة سكرتم شلون مزيد من دسكتو نيرزفا لاخترت لها الأوزاعي ياكي شزيد اكتي وميتي أوزاعي ما شو ما يمير سسا أي أقلانتا لأنه كان أكثر توسعا وكان والله إماما فشاك شيشتا ما يجون وكان والله إماما إذا إشتا إمام إذ لا نصيب اليوم إماما فشاك سسقاصد إمام سنفجيم ولو أن الأمة أصابتها شدة إذا سكرت اشتقان أي إذا أميت إن تتاكش تجد دشكا والأوزاعي فيهم إذا أوزاعي تشتكون مي سناتيفة لرأيت لهم أن يفزعوا إليه اكشباس كيتي شندرتوك هاي إذا كشن لي برياتينا ميافجت رقدالهم درست الشيخ خريبي كان أوزاعي أفضل أهل زمانه أوزاعي إيش تنيري ما يمين كونذات درست كطان بقية من الوليد نا إبوينا امتحان إسبروينا نيارزت ما أوزاعي كوش برمين أوزاعي برتمير الدينة تشاش باسوس إسونيتت Dërsa thot Imam Shafiu, nuk kam pa ndonjë njeri i cili fiqhi i tij pëlqehet atë shumë me hadithin sukur Auza'i. Ndërsa Sufjan al-Thawri, kur i ka ardhur një rast lajmi se po vjen Auza'i, ka dalën edhe ka prit me një vend dhitua, edhe ai ka ardhur me deve edhe ka pas përmas atë karrocën e devës. Ka dalë Sufjan al-Thawri, alim i asaj kohe, ja ka hekën kërpeshin devës, e ka largu, e ka marrat për karrocën e vogël që kon hipaj, e ka nis me grej vet. E ka nun qafat e ne, edhe e ka nis me grej. Idha merra bija qale, kur ka përcejke për rrët njerëzët të kështojnë një rrugën shekhit. Nëse thot Abu Ishaq al-Shirazi, se Auza'i është vetë në fiqh njerëzit e kanë vetë kur ka qenë 13 vjeçar. Thot al-Dhahabiju, rahimahullah, ka thonë Abbas ibn al-Walid, nuk e kam pa babën tem tu që dit me diçka në dunja ma shumë se sa me Auza'in. Thoshte, subhanaka taf'alu ma tasha, o zot, ti ban çka don. Kana Auza'i yatiman, ishte Auza'i yatim. Fuqara fi hajri ummi në prejnin e nanës vet. Tanquluhu min baladin ila balad, e bajke prej një qyteti me një qytet tjetër, nëna vet. Wa qad jara hukmuka fihi an ballaghtahu haythu ra'aytuhu. Edhe kështu ti ka dashur që nëna e vet me duku kështu, edhe me mrrin që tash e ka mrrin Auza'i, prej një nanës ku që s'ka pas kush me ndihmu edhe fukara. Ja bani, o djali jam, ajazat il-muluk an tu'addib anfusaha. Mbretërit janë kanë të aftë me duku veten e vet. As fëmijët e vet, sikur që e ka duku Auza'i veten edhe nana e tij që ka duku. Nuk kam dëgjuar ndonjëherë për fjalë për atin ndonjë fjalë të keqa. Edhe asnjëherë se kam pa duke qesh e me hop gonat shumë. Dhe me thonë me kesh me za. Kur filloj të ndonjëherë me fol për ahiretin, theshan vete, e tura fil mejlis qalbun la yabki, thesha apo shef dikush ndonjë zemër në këtë mejlis e që s'po kanë. Ndërsa thot Abu al-Mushir, kanë al-Auza'i rahimahullah, ishte Auza'i rahimahullah, natën s'flejka, falka namaz, lexojka Kur'an edhe kajka. Edhe thot që Abu Mushir më kanë lajmëruar disa vllaznin nga Beiruti, nga se ka jetuar në Beirut, anna ummuhu kanat tadkhul manzil al-Auza'i, se nana e tij hinka te dhoma ku flenka Auza'i, wa tatafaqad mawdi' musalla, edhe lip ka venin ku ka fal namaz Auza'i, fatajiduhu ratban min dumu'i fi al-layl. E gjejnë ka venin ku ka fal namaz duke kërku, e gjejnë ka venin ku ishte i lart prej lëbdat e Auza'i't, atë e gjejnë ka e dike sa ti është fal. Pastaj nana Rabi'atu ar-Ra'i, Sheikhul Imam Malik, hoxha Imam Malikut,
Që qoni për jetën e këtij të lexojmë. Baba e tij kishte emrin Farrukh. Kana Abu Rabi'a Farrukh, baba i këtij Rabi'a, kharaja fil ba'uth, ka dalë në jihad deri në Khurasan në kohën e Bani Umayya, domethënë fiset Bani Umayya kur kanë sundu. Ndërsa ki Rabi'a, nana e tij ishte shtatzan, domethënë Rabi'a e kishte në barkun e saj. Edhe ki Farrukhi, baba i këtina djalit, e la nanën e vet, gruën e vet shtatzana, edhe dëll, edhe e la pas vete 30.000 dinar të asaj kohe. Mi po 30.000 dinar në atë kohë kanë qenë shumë para madhe. Pas gjihadit i cili zgjati me Farrukhin 27 vjet u kthi në shtëpinë e vet. Erdhi në shtëpinë e vet me kali edhe në vetë në dorën e vet kishte një shtizë. Zbriti prej kalit, e shtini derën me atë shtizën që e kishte, dhe kharaja Rabi'a. Dulki Rabi'a. Mi pa e kishte lanë gruën e vet shtatzane. Tash 27 vjet kishin kaluar kur dol djali vet Rabi'a, nuk po e di sa është baba vet. I tha: "O dushmani i Allahut, apo do me sulmu shtëpinë time ti?" Tha Farrukhi: "Jo, ti je dushmani i Allahut, ti ke hinje në shtëpinë time." Edhe kështu që janë zonë mes vete dhe sa kam rrit fjalat e Imam Maliku, edhe vjen Imam Maliku, edhe krejt për ndihmojnë Rabi'a, se Rabi'a në shtëpinë e vet, ato për njofin Rabi'a, pas për njofin Farrukhin, se 27 vjet kishte dalë në xhihad, nuk ishte kthi. Edhe I tha Imam Maliku këtij, o ti plak, këshir gjojnë do një vend edhe rrën atë vend, në një shtëpi, mirë sa ardhur i gjejnë do një shtëpi tjetër, mirë po kjo shtëpi është e këtij personit, s'ki që shfutesh. I tha, ona jam Farrukhi, edhe kjo është shtëpia ime. E ndëgjoj gruaja vet, pasi që u përçafun edhe fillu gruaja, kjo është djali jam, tha po. Pasi që banën një muhabet, ki Farrukhi për I thot gruas vet, kur kam pas dal, I kam pas lënë 30.000 dinar, të asaj kohë para madhe, ai ke rujt, çka ke bën me ata? Ai ka thonë I kam lënë me një vend. Pas një kohë del ai djali në xhami, del edhe ki I thot del se ka koha namazit, I thot burrit vet Farrukhi, del falë namazin në xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Përsa Rabi'atu ishte djali I këtina, ishte hoxha I këtë hoxhallarëve të Medinës, të cilët vishin me ndëgju edhe dietar, edhe hoxha Imam Malikut, I cili ngoj ligjëratat e Rabi'as. O olën në vendin e vet, erdhën Imam Maliku edhe dietarët e tjerë olën në rraftina, edhe njerëzit e tjerë edhe me ndëgjua. E kuj gruaja vet I thot Farrukhi del në xhami. Pasi që del në xhami ke në xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shiçon në atë vendin ku janë blerë atë, edhe ndalet e shef djalin e vet, mi po djali vet e ul kryt të poshtë, gjese kishte tor prej babës vet. Baba vet se dyshon, a të ke djali jam apo s'është djali jam, kiç ka po flet këto para këtij dietara? A është djali jam, kush është ky? E pyet një person, thonë kjo është Rabi'a ibn Abi Abdurrahman, kjo është Rabi'a djali I babës Abdurrahmanit. Domethënë djali e shef që ka djali vet. Fa qala laqad rafa'a Allahu ibni, thot e pas ka ngrit Allahu djalin tim. U kthi në shtëpinë e vet edhe e pyeti nanën e këtij djalit, domethënë gruan e tij, tha e kam pa këtë djalin, nuk kam pa asnjë prej dietarëve ashtu që pas djalin tim. Thot kjo gruaja vet, thot cila është më e dashur te ti? A 30.000 dinar apo që kjo që e ki djalin tanë kështu ditur? Ka thonë, jo, pashallah kjo është më e dashur për mua djali jam që është kështu. Thot këtë ato 30.000 dinar I kam harxuar për me eduku edhe me mësua diturin. Edhe ka thonë, vallahi ma dhaja'ti, pashallahun nuk I pas ke çu poshtë. Pastaj Imam Malik ibn Anas rahimahullah thot matraf qala Malik qultu li ummi, thot Imam Maliku I kam thon nanas po shkoj me mësua diturin. Fa qala ta'al, fa atskto falbis thiyab al-ilm, fa vesh teshat e dituris. Edhe në veshje atë kajishin që kanë pas, I veshje teshat, ka vnua një kaput që kanë pas, ja ka dhënë umamen e ka veshën, pastaj tha shka edhe shkruaj që tash merr dituri. Edhe I thashtë asaj, idhëb ila Rabi'a, I thashtë të djalit vet, idhëb ila Rabi'a, shka të Rabi'a, fa ta'allam min adabi, mëso prej edukasët asi, qable ilmi, para se ta marrësh diturinë e tij. Këta gjejnë edhe të Muhammad ibn Idris e Shafi'i, ka qenë dietar, mëdhhebi Shafi'i, cili njihet për këtij. Ka vdek baba e tij, diturinë që ka marrë, edukatën që ka marrë prej nanës vet, për shkak se baba e tij kishte vdek para se me lindke. Ka qenë me ittifaq kap me des ulema se nana e tij ka qenë prej të devotshmeve, edhe ka pas dituri.
Për shkak se një rast ka dëshmuar me një gjashtë te qadiu, ka pas me dëshmua, ajo edhe një grua, edhe ka thonë, ka dash me nda dëshminë ative, midis ative di grave, ai qadiu. Domethënë me dëshmues njana, ka thonë njana mjafton. Nana Imam Shafiut ka pas një urri rreth fesë, ka thonë nuk guxon ti me bë këtë. Për shkak se Allahu po thotë an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra. Nëse harron njana ja përkujton tjetra. Ka thonë leje që të dyjat me dëshmu mu edhe gruan tjetër. E ka thonë Ibn Hajeri, kjo është nxirrje e fiqhut shumë interesante, edhe kallzon ata në diturin asaj gruas nanës Imam Shafiut. Dërsa Waki'u Al-Waki' bë transmetim se një prej dietarëve Hasan ibn Salih, edhe Allahu vet, edhe nana e tij e kishin nda natën në 3 pjesë. Në 3 pjesë. Fa kullu wahidin yaqumu thuluthan. Çdo njëri o çajke një pjesë natës. Një pjesë se bajka nana, një pjesë djali tjetër. Pasi që vdes nana e tyre, e ndajtën natën 2 pjesë. Një herë njëri çashke, një herë tjetri. Pasi që vdes Aliu, mbet Hasani e çeke të natën ibadet. Prej Sufjan ibn Uyayna transmetohet se nana e talqit ka pas emrin dikush talq, e nana e vet ka thënë nga se këtë talqi ka pas zanin e mirë, ka lexuar Kur'an. Ka thënë ma ahsana sawtaka bil Kur'an. Sa zanin e mirë që e ki për Kur'an. Falejtehu la yakuna alayka wabalan yawm al-qiyamah. Asikur mos të shtakon ki Kur'ani argument kundër tij në ditën e gjykimit. Fabaka hatta ghushiya alayh. E filloi ki djali me kajt deri sa i rat fikët. Pastaj shishoni Ummu Ibrahim al-Basriyah al-Abida. Thuhet se në Bagdad, në Basra, ka pas gra devotshme. Kanë bë ibadet shumë. E një prej atyre është Ummu Ibrahim, nana e Ibrahimit. Ka dash një vend prej vendeve me sulmua kafirat, o shua Abdul Wahidi asaj kohë udhëhesi Ibn Zaid al-Basri, khatib mes native, fjalem ka marrë, edhe u ka dhënë kurajo për në luftë në xhihad dhe i ka thirrë njerëzit për në xhihad. Në mes në atij mezhlisit ka qellua kë gruaja edhe ka ndëgju Ummu Ibrahim. Pasi që shtu numri shumë, kanë ardhur shumë njerëz, edhe këtë gjatë foljes, gjatë fjalimet vet, ka folën për xhihadin, i ka folë gjithë atë çka do të më fol. Pastaj ka filluar ka tregu se çish janë hurit e xhennetit. U çuna na Ibrahimit pasi që përfundoi tha Abdul Wahid, ja Aba Ubayd, o baba Ubaydit, alasta ta'rif waladi Ibrahim, a nuk e njeh djalin tam Ibrahimin? Udhëhesat e Basras çojnë doin më dhon djalit tam çikën, unë jap kthej të prapë. Pasha Allahun për këtë grua të cilën po flete, do të thotë për hurul ain, për hirit e xhennetit. Më ka pëlqyer shumë që ta martoj djalin tam për ata. Fillot edhe një herë mi përshkrujti mua ato gratë. Ka filluar edhe një herë për ja përshkruan hurit e xhennetit. U çur nana Ibrahimit prap tha Abdul Wahidit, ja Aba Ubayd, o baba Ubaydit. Pasha Allahun ka pëlqyer kjo filloi grua, edhe unë jam e kënaqur që këtë grua t'ja martoj djalit tam. A ki mundësi që ta martojsh për djalin tam këtë kohë tashti? Domethënë këtë kohë. Wa ta'khudh minni mahraha, ndërsa mahrën unë pa për ata 10,000 dinarin, 10,000 dinar, asaj kohë ka qenë shumë, domethënë ka mujt me përgatitë një ushtrim ata. E që del djali jam me ty në luftë fi gazvet fi hadhihi al-ghazwa, fala'alla Allah yarzuqu shahada. Ndoshta Allah subhanahu wa taala furnizon shahidlukun. E që tjetë ndërmjetësus për mua edhe për babën e tij në ditën e gjykimit. Faqala la Abdul Wahid, tha Abdul Wahid, la in fa'alti la tafuzanna, nëse ban ti këta nana Ibrahimit, ki me shpëtu ti edhe djaliot edhe baba i djalit tam një shpëtim shumë të madh. Thumma nadat waladaha, pastaj thirrë djalin e vet. Ja Ibrahim, o Ibrahim. U çun mesën e njerëzve që nga se Ibrahimi ishte në mes atit njerëzve, wa qala labbaik ya umma, ta urdhra ina naima. قالت أي بني ثاجلم أرضيت بهذه الجارية زوجا أيك ناصر që ta martosh këtë grua në xhennet bi badli mahjatik fi sabile që ti ta jap këtë mundin tan që e ke në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Këta djalë e wallahi ya umma po pasha Allahun o nana ime raditu jam i kënaqur me këtë. فقالت اللهم إني أشهدك ثاناتي o zot jam o zot unë po dëshmoj أني زوجت ولدي هذا من هذه الجارية كد دjalin tam pa martoj me kët me një prej hurive të xhennetit. Duke dhënë ai mundin e vet në rrugën tona
edhe duke lënë kthimin e atij më prej xhihadit në shtëpinë e vet, e që të vazhdon ndoshta do të bën gjëra. O Zot, pranoje prej mua nga se ti je më mëshiruesi prej gjithë mëshiruesve. Pastaj u largua edhe ardh me 10.000 dinar ja pruni atij Abdul Wahidit. Wa qala ya Aba Ubaid, o baba i Ubaides, tha, kjo është ai mehri çka po ja për këtë xheria, për këtë hirije në xhenetet. Përgatitu ushtrinë me këto para për me dalë në xhihad. Fa ansarafat, edhe u largu, edhe ja bleti djalit vet një kali të mirë, edhe i bleti armat. Pastaj pasi që dël Abdul Wahidi, dël bashkë me ata masatina edhe Ibrahimi, djali i kësaj gruas. Ndërsa lexues pas ative lexojshin inna Allaha ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna. Allahu i ka ble shpirtat e muslimanëve edhe pasurinë e tyre me xhennet. Pasi që ardh koha që të ndahet nga djali i vet, ja dha atij djalit vet një çefin edhe një erë të mirë. Wa qalet ya bunayya, fa adil jam, idha aradta liqa al-adu, kur dosh mu taku ma arminkun, fatakaffan bi hadha al-kafan. Ka thënë, pshtelle këtë çefin për rraftia kur dosh mu taku me ata. وتحنط بهذا الحنوط هذا ليو مكت ايرن امير وإياك أن يراك الله مقصرا في سبيله هذا كي كويدس مos shef Allahu që ti si të dhan mundin keq që e ki për hir të Allahut jepe keq ka ata që e kia ثم ضمته إلى صدرها pastaj e përçafoi وقبلته بين عينيه هذا putin mes dysive وقالت له هذه ثاتي يا بني لا جمع الله بيني وبينك Allahu inshallah kur nuk na takon neve illa bejne yadayhi fi arasati yawm al-qiyama. Vetëm ditën e gjykimit inshallah ma kur nuk takohemi. Qala Abdul Wahid, thot Abdul Wahidi, udhëhesi i ushtrisë, falamma balagna bilad al-adu, kur mrenam në vendin e armikut, wa nudiya fi an-nafir adu u thirra njerëzit me fillu luftën. Baraz Ibrahimu fi al-muqaddama, ishte Ibrahimi në rreshtin e parë. فقتل من العدو خلقا كثيرا, mbyti prej armikut njerëzit shumë. ثم استمع عليه فقتل pastaj u banën shumë edhe mëtën ata. قال عبد الواحد فلما أردنا الرجوع أكردشتم تكثيهم التشبيه إلى البصرة قلت لأصحابي تشغفت ما لا تخبروا أم إبراهيم مثلا إمران نان إبراهيم بخبر والده برلاي من ديال ذات حتى ألقاها بحسن العزاء ديري ستيا تلك تقوي أون أذتيايا بني قسلم تمير لعل تزع فيذهب أجرها دشتها يضت مرزيتة براتا دتابلن داني فيها لدت تشكن ايش بربليمي سيكابون. قال فلما وصلنا البصرة خرج الناس يتلقوننا قرمرنا بصرة دولن يرزت من أبريت نيفا وخرجت أم إبراهيم في من خرج أبريتيت سلكشن دائما من أبريت اشتاذنانا إبراهيمت. قال عبد الواحد ثت عبد الواحد فلما نظرت إلي قالت كرم شيء موانفا يا أبا عبيد أو بابا عبيدت هل قبلت مني هديتي فأهنأ أشبرنوا ذرات أيمة سننا كمضانا e që të mbipet mua myshda për ata am ruddat aleja fa uazza apo mos kthi dhurata e që do të më ngushëllu pastaj fa qultu laha qad qubilat hadiyatuki tash është pranuar hadia që ka dhënë in Ibrahim hayyun mal ahya yurzaq Ibrahimi është i gjallë prej gjallëve i cili furnizohet domethënë shahid qala fa kharajat sajida fa kharrat sajidatan lillahi shukra kur ndëgjoj këtë fjalë ra edhe bani sejda Allahu subhanahu duke falëndëruar. Wa qalet alhamdulillahi alladhi lam yukhib dhanni. Tha falëndërimi takon Allahut i cili ata që mendojsha nuk më çoj poshtë. Taqabbala nuski minni, edhe pranoi atë qurbanllëkun tim, atë hedijën time që ka dhash, e pranoi për mua. Wa sarafat falamma kana min al-ghad, edhe shkoi pasi që erdhi e nesërmja, erdhi në xhami. Ndërsa në xhami ishte Abdul Wahidi, udhëheqësia së shtrisë. ثير السلام عليك يا أبا عبيد بشراق فالسلام عليك أبا إبراهيم ميجد برتي فقال لا زلت مبشرة بالخير علاقة ببرغزوهش متميرة فقالت له رأيت البارحة ولدي إبراهيم فكان برا ناطن جم إبراهيم في روضة حسناء من باسة مير وعليه قبة خضراء بيات كشت قبة يشلت وهو على سرير من اللؤلؤ هذا كشتني كرافات بري ديامانتي وعلى رأسه تاج وإكليل بكريتا تينا كشتني كابوست بري ديامانتي كابوست بكريمة جانت اشتريد وهو يقول هذا يثشت يا أماه أين نعيمة فرقزاها فقد قبل المهر
është pranuar mehrin të cilën e dhava, wasuffat al-arus, edhe është kry darsmja. Kjo pra ishte shkurtimisht për nanat muslimana, të se herë që të ndalesh edhe që qesh një historinë islame, edhe gjën një burr prej burrave musliman, të cilët kanë dhënë diçka për këtë dinin e Allahut subhanahu wa taala, vetë se do ta gjejsh mas asajna se edukator apo edukatore e ati ka qenë nana e ati. E mbejt për nanat muslimana që të kthehen në dinën e Allahut subhanahu wa taala, edhe të edukojnë pit edhe bijat e veta në islam. Nëse kjo është rrugdalja vetma për të cilën prit umeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ardhmja muslimanëve është që dalen prej mesin ton, nana dhe motat muslimana t'i udhëzojnë, t'i edukojnë bijtë vet në islam, që të ketë vidh frontin me kafirat nesër njerëz të cilët dalin me vullnet, edhe gratë të cilat i çojnë si nana Ibrahimit në xhihad tjem të vet. Kjo është e fundit, edhe një herë ajo që ka thash në fillim, poezia ka shkua, që shka thona i personi, ka shkua jo kohë në të cilën jemi plak, dhe me thonë atë kohë ku janë plak atë islamet, ka ardhë koha ku sfilmohet islami. Në keshe neve për shkak se e bojna ibadet zotin ton, edhe pse kemi rujt premtimin që e kemi dhanë, në llogaritën se i jemi të prapambetur, edhe kanë bën këta të shajtme për besimtarët, për ata që jetojnë aty të cilët bojnë sejdë Allahut, ata jetojnë aty të cilët agjerojnë në librat e ative, në dinin e ative shkruan se akhlaki, moralin të cilën na flasim, është prej gjanave që u kanë mbet njerëzve të ngurtë, shka s'kan kuptua. Ko thojmë i thej, din, thojnë i një të bo fitna, kështu e kanë sulmun në Egjipt edhe në vena tjetra ato njerëzit e prisht, fasad al-amru fahal min muslihin, është prish puna, a ka dikush ka përmirësan, aslihuhu ja shabab al-muslimin, përmisani o ju trit musliman. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta